Sot është bërë prezantimi dhe marrja zyrtare e detyrës nga drejtori i ri i spitalit Ihsan Çabej në Lushnjë, Denis Korreshi. Ai vjen në këtë detyrë pas eksperiencës së mëparshme si drejtori i njësisë vendore të kujdesit shëndetësor. Në ceremoninë e prezantimit u vlerësua roli i institucionit në ofrimin e shërbimeve shëndetësore për qytetarët, ndërsa u theksua rëndësia e vijimësisë së punës dhe përmirësimit të mëtejshëm të shërbimeve spitalore. Ish drejtori Roland Ziu bëri një përmbledhje të punës së realizuar në spital dhe u shpreh se beson që drejtimi i ri do të vijojë me përkushtim dhe do të sjellë rezultate pozitive në institucion dhe falenderoi stafin mjekësor dhe administrativ për bashkëpunimin gjatë periudhës së drejtimit të tij. Nga ana e tij, drejtori i ri u shpreh i angazhuar për të vijuar punën në drejtimin e përmirësimit të shërbimeve shëndetësore dhe forcimit të organizimit të brendshëm të spitalit, duke vënë theksin tek bashkëpunimi me stafin dhe rritja e cilësisë së kujdesit ndaj pacientëve. Alba Bejo ka zëvendësuar Denis Korreshin pas largimit të tij.